Erion Veliaj ka një përndjekje 10 vjeçare, 5 vjeçare. Po unë e kam gati 80 vjeçare. I shikon këto, mua më kanë shkatruar shtëpinë. Partia e Erion Velis, partia e Shaban Memis, janë që nga 44. Mua nga televizionet nuk më kanë ndihmuar njëri, kam kërkuar ndihmë për sulmet që më bëjnë prokuroria, gjykata ose shteti, si më thënë, nuk më kanë ndihmuar as në televizor. Sulmit ka bërë prokuroria aty? Po më ka shpifur dhunë në familje, nga çmim seksual, 100 javë, duhet t'i shikosh tu. Po do i shikoj, tani fillojmë njërë nga fillimi. Nga jeni ju? Unë jam mallakastriot me origjinë, po në mallakasën time nuk e njoh. Atëherë, si është mbiemri dhe origjina juaj? Mbiemri vërtet është Manaj, unë sot mbaj Muçaj, nga Cagra një Fjerit, me origjina ime është deri në Tepelen. Tani, më trego pak, kur kanë filluar problemet e tua? Shiko, unë kam një dosje të marrë në cilësinë e një të përndjekurit politik tek autoriteti dosjes për qëndrimin tim personal dhe familjar. Ku unë kam 140 vëllime në ta që tregon vojët e mia. Në 22-shin filloi prokuroria në bazë të këtyre direktivave që 2022-shin, tani për para 4 vitesh, ngrihet me një pjesëtare të familjes time dhe fillon sulmin në stil ligjer. Pjesëtari familjes, bëhet fjalë nga fisi apo brenda në familje? Nuse Vllajt. Nuse Vllajt, punat. Nuse Vllajt ishte kuksiane dhe na u vërsu neve mallakastriotëve na shkatroi në mbështetje në ndihmë me prokurorin, gjykatën deri ke Dumani. Çdo çështje prokurori gjykat dhan prioritet poshtërsisë. Mua më ran poshtë 2 çështje. Një zonjë nderuar që nuk e njoh, një Valbona Nacho prokurore, më thërriti në nënhetim, edhe kishte akuzën ngacmim seksual. Kundrejt kujt? Kundrejt mbesës time dhe Nuses Vllajt. Tashti, unë duke u paraqitur për moshën që kam, edhe për kulturën që kam, i thash, ne nuk kemi ditur çka kemi marrë brenda në shtëpi. Ne kemi marrë familje që është një shkencë tjetër që merret, po unë jam analfabet në këtë aspekt, është domethënë gen që martohet brenda fisit dhe gen që nuk martohet brenda familjes. Unë nuk jam brenda familjes, por jemi ngatruar me kuksianët. Tashti, këta u ngritën edhe brenda 24 orëve bën kallëzime penale. Dhunë familje, ngacmim seksual, e para më ka marrë kjo zonja Nacho. Ajo e ndaloi pa diskutime fjalë çështjen, sepse ishte absurde, pa provat, ata s'kishin prova, s'kishin as fakte, para që bënin kallëzimin penal, po ato i bëri grupi i organizuar, unë nuk i njoh, po i kam në letra, Denisa Asko, një prokuror Elo Mazreku, këta 2 grupi, ky grupi i parë bën regjistrimin, këta 2 bën regjistrimin e kallëzimeve penale dhe i depozituan në prokurori. Tani 2 gjyqtar kisha jo gjyqtar. 2 njerëz ishin të mirë, njerëz që i përkushtoheshin shqyrtimeve penale dhe ato civile. Personin që më ka lënë bresa ishte një gjyqtar, unë mund të bëj dhe burg prap, po personi quhesh Ardit Mustafaj, gjyqtar në dhomën penale, ishte për mua, ishte burri më i mirë, i tha prokurorit Paçavure Dini Tavanit, më bjerë fakte dhe provat e këtij ai si pluri. Ky ndaloi çështjen, ai ma kaloi te Petri Çomo dhe më dënoi 3 muaj burg. Po në këtë aspekt tani, mua më dënuan shumë gjykata, më penalizuan. Pra, domethënë për mua, unë kërkova ndihmë në shumë televizione, nuk më erdhën. I kisha atje te Spaku. I thash më ndihmoni, nuk më erdhën. Edhe tani, unë mësova me burg. Unë burg kam bërë Konen Verozës, për agitacion propagandë. Po nuk kam qenë në burg për vjedhje për ordinë lek. Ne kemi qenë për pronat tona, për shtëpiat tona. Ne nuk kemi qenë për ndjekjen familje këto, që për ky grup prokurorës e gjyqtarës. Pra gjyqtarët ishin të organizuar bashkë me prokurorët.
Petit Tomo kishte vetëm një foto të realizuar nga kunata ime, Nusër Vllajt, edhe më dënoi 3 muaj burgu. Qa po bëjete tek ajo fotoja? Jo, më fotografoj që unë isha në ambient të ndaluar, po unë nuk isha në ambient të ndaluar. Pra, personat e tjerë kishin marrë urdhër mbrojtje dhe për këtë arsye ti nuk do të Për këtë shkoja. arsye unë nuk do të shkoja jo aty. Atje ku nuk do të shkoja unë nuk ishte fotoja. Fotoja mua më dënojnë për atje, më sputem te ajo derë, jo këtu. Unë jam fotografuar në tjetër vend, jo atje ku ishte ajo materiali mbrojtës. E para, e dyta, ata s'kishin për çfarë të mbrosin, sepse ata na kanë sulmuar ne. Të dy, nanë e bi na kanë sulmuar Xhaxhan, gjyshen. Unë kam dhe gjyshen në Artakus. Nëse doni më gjerë, unë ju tregoj se si më ka vdekur dhe nana. Po kam bërë kallëzim penal në prokurorin e Tiranës, në jurisdiksionin kriminal të Tiranës. Kam bërë kallëzime penale për grupin kriminal, që ne na u vërsu në pas shkak, pas sebeb. Ne s'kishim nevojë për kaq sulme të rënda. Ne mezi po jetonim, për kaq ne ju bim provat, të gjithë faktet dhe provat. Çfarë ndodhi nënës tuaj, si ndroi jeta ajo? Vdiq, nëna ime vdiq, nën lagështin që na prishin shpinë. Ne bëjmë kallëzime, lloj kallëzime penale, kemi komisariatin numër 4, po na ndihmuat dot. Kemi komisariatin numër 4. Hajde në shtëpinë tonë tani ta shikojmë gjendjen tonë si e shkatëruar. Kush po prishi shtëpinë? Shtëpinë ai prisi nëpërmjet një qeraxhiva, një blezi që hyri në mes vëllezërve, që nuk lejohet në mes vëllezërit ta bindë shtëpinë ai. Një nga qyteti Stalin punonjës bashkiak, erdhën, hipën lart mbi taraz, e shkatruan taraz me tela, me skepara, me gjëra. Nëse ajo hajde ta shikosh sot si rrjedh edhe sot, edhe mbas vdekjes nëna ime ka 6 muaj që ka vdekur. Edhe sot hajde të verifikoni banesën time. E para, e dyta, gruaja ime nga frika më nxori rrobat për jashtë sepse unë u dënova pa drejtësisht. Edhe më nxori rrobat për jashtë në korridore në ambientet e truallit ku ne e kemi blerë.